Ajo që shpesher është bërë burim aksidente strategjike, Superstrada Milot Fushkruj do të ketë një sinjalistik tërësisht të re dhe bashkëkohore, duke përafruar me standardet e Bashkimit Evropian. Ministria e Punëve Publike në bashkëpunim me Drejtorinë e Rrugëve në Lezhë ka nisur punën intensive për vendosjen e shpejtë të një sinjalistike rrugore tërësisht të re dhe me elementet e nevojshëm. Specialistët shprehen se ndërhyrja synon që ky aks ndër më problematikët për sa i përket aksidenteve të mbahet në parametrat e duhura teknik të qarkullimit rrugor. Zëvendës ministri i Punëve Publike Ernest Noka, i cili ka ndjekur nga afër punimet që po kryen, ka bërë të ditur se të tjera ndërhyrje do pasohen për sinjalistikën rrugore. Kemi hartuar një plan të qëndësishëm themelor për të pajisur gjithë rrugët tona. Jo kjo që është një nga autostradat e para të Shqipërisë, me sinjalistikën e nevojshme, me sinjalistikën bashkëkohore, europiane, me gjitha parametrat që shihni edhe ju vetë. Shqipëria ka planifikuar tashmë një seri masash për të plotësuar detyrimet e saj si anëtare me të drejta të plota e procesit të stabilizim asocimit. Kjo po reflektohet dhe në sektorin e transportit rrugor me përshtatjen legjislative të kornizës ligjore me standardet dhe rregulloret ndërkombëtare.